Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë gjatë orëve të paraditës kanë filluar reshje të shiut në tërë vendin me intensitet më të lartë në disa zona të cilat mund të shkaktojnë disa vëshime të shpejta. IHK njofton se vëshime të shpejta mund të ketë sidomos nga rrjedhjat lumore me karakter malor, të cilat mund të shkaktojnë pengesa në qarkullim, sisteme të kanalizimit, probleme në të gjitha aktivitetet bujqësore, probleme me trafikun, rrezik për rrëshqitje të dheut e tjerë. Nuk parashikohet të ketë përmbytje lumore, sidomos nga lumenj kryesor, të cilët aktualisht ka nivele nën kuotat e tyre mesatare për këtë periudhë të vitit, thuhet në njoftim. IHK njofton se gjatë orëve të pasditës së sotme, gradualisht reshje do të bie në intensitet dhe shtrirje dhe situata e përgjithshme hidrometeorologjike do filloj gradualisht të stabilizohet. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve. Në vazhdim ju lëmë seancën gjyqësore, e cila po zhvillohet në Hak, ku po vazhdon dëshmitari Gjergj Deda.